Ariola? Qytetarët e Vlorës e kanë humbur shpresën duke kërkuar dorëheqjen e kryetares të bashkisë, gjithashtu dhe prezencën e prefektes së Qarkut, që asnjëra nga ato nuk është prezente. Janë mbledhur qindra qytetarë, më shumë se ditën e djeshme, ku ata arritën të hynin brenda teatrit Petro Marko dhe të anullonin mbrëmjen gala të organizuar nga bashkia. Ditën e sotme nuk kanë mundur ende, po mundohen të futen brenda bashkisë, por ka tensione midis tyre dhe forcave të policisë. Nuk kanë arritur të futen brenda bashkisë, por një zëri kërkojnë dorëheqjen e kryetares dhe prezencën e prefektes së Qarkut. Ata kërkojnë dorëheqjen e kryetares bashkisë sot, janë të qartë në kërkesat e tyre? E kanë humbur shpresën qytetarët e Vlorës, sidomos në një problematikë që i ka shoqëruar vazhdimisht. Domethënë qyteti i Vlorës asnjëherë nuk ka pasur atë furnizimin e plotë me ujë, gjithmonë ka pasur problematika. Por kësaj here qytetarët e Vlorës janë të vendosur. Ariola, kë kanë takuar ata? Kanë takuar, ka ndonjë përfaqësi që negocion dhe bisedon me atë se çfarë realisht ndodh në Vlorë që mungon ujë i pishëm sot dhe që i ka agravuar situatën deri në këtë pikë? Qytetarët e Vlorës Aida askush nuk i ka pritur. Sipas tyre edhe kryetarja intervista që morën pak më parë, qytetarët presin se kryetaria ndodhur ditën e djeshme në teatrin Petro Marko, por nuk i ka pritur. Edhe ditën e sotme nuk ka dalë askush t'i informoj, përveç drejtorit të Ujësjellësit që vazhdimisht del dhe tregon për situatën e cila ende nuk është zgjidhur. Ata kërkojnë vetëm dorëheqjen e kryetares dhe prezencën asaj që duhet i mbrojë sipas tyre prefektes së Qarkut. Protesta, siç e thash, ditën e sotme nuk është më nëpër masat e djeshme, por qindra qytetarë të qytetit të Vlorës janë mbledhur para bashkisë me bidona në duar, por edhe duke goditur ndërtesën e bashkisë me letra shqenike. Ta kuptoj, kjo është një situatë të avion, ne do t'jemi sërish së bashku dhe do ta... Po, besoj do ta ndjekim, nuk e di, do të qëndrojnë aty qytetarët, apo... Mirë, Ariola, do të rikthehem sërish të këtu.